Ky është herbariumi që unë kam. Fillojmë me një bimë shumë interesante që ka që në kohën e dinozaurëve, quhet ginkgo biloba. Është me një gjetje relativisht të veçantë. Pastaj kemi këtë familje së pishave të bretit, të ndryshme edhe të ngjashme njëkohësisht me njëra tjetrën. Disa kanë edhe frutin. Dhe kjo është e bën edhe më interesante. Kjo është dafina. Dhe ta keni dëgjuar. Kjo kemi ndryshme. Shumica kanë qenë edhe bimë mjekësore, sepse kur i kemi bërë kanë qenë pikërisht për të njohur bimët mjekësore të Shqipërisë, që na duheshin neve më shumë. Shqipëria, duke qenë se është edhe me një, kjo është lulkuqe. Shqipëria, edhe pse është një vend i vogël, domethënë ka një bimësi shumë të pasur, rreth 3500 bimë, në mos më shumë, po pak a shumë ky është numri deri tashishëm. Për ta bërë herbariumin është shumë e thjeshtë, nuk është e vështirë fare. Mjafton që të futen me kujdes bimët, se disa nga ato kanë edhe gjëmba që mos të dëmtoheni. Dhe ti tani nëpërmjet faqeve të gazetave, duke u ruajtur me kujdes, ja hidhra, ato thahen dhe nuk prishen më. Fiku, kemi sakrifikuar edhe një kokër të vockët këtu, që mund të shtaboj një fik, po tash për hyrë të herbariumit. Dhe juve, nuk është atë thonë që t'i merrni të gjitha, sepse këtu janë shumë, por bimë që i njihni mund t'i thani dhe mund të bëni një herbarium të lezetshëm personal, që mund të ketë shumë vite, mund të rrojë shumë vite, sepse ja ky që kam unë kam mbi 20 vjet, që kur kam qenë në fakultet, dhe po ta shohësh është një gjendje jashtëzakonisht shumë të mirë. Kjo është lule blirit, është goxha e bukur, është bashkë me gjethe, shumë interesante edhe kjo. Kjo është mullaga. Ka të ndryshme, unë këtu e kam në emrin latinisht. Sigurisht nuk është e nevojshme që ju t'i dini në latinisht, nëse mund t'i dini, okay, është interesante, luleshtrydhja. Por që ideja, do me thënë që sa më shumë bimë që mund të grumbulloni, sidomos edhe kur kjo është manafera, edhe kur udhtoni, për shembull, që mund të hasni me bimë të tjera që nuk e keni parë afër vendit ku ju jetoni, mund t'i merrni dhe t'i keni, domethënë, pjesë të herbariumit tuaj, dhe kjo është shumë interesante, domethënë, mbase sot për sot, se di, mund të shtoni disa për ditë nga një ose në lulet veçantë kur e gjeni, dhe patjetër që domethënë do jetë goxha interesante. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë nxitur që të krijoni domethënë diçka të re. Ja këtu kemi pas shumë lule, këto ishin të vogla dhe i vendosim të gjitha në një, në mënyrë që të zeshin më pak vend. Duke shpresuar shumë që t'ju pëlqej, edhe ja, undiri, është interesant. Ka shumë. Shumica e këtyre që kemi neve janë tash edhe njëherë janë bimë mjekësore, sepse ka shumë tepër bimë. Këtu është një numër le të themi i limituar, por që domethënë me kalimin e kohës edhe mund të shtosh, kur shkon diku tjetër që merr bimë të cilat nuk i ke në vendin tënd, mund të shtosh edhe tjetë, domethënë, diçka goxha interesante. Unë shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer, sepse me thënë drejtën mua më ka pëlqyer shumë dhe kur e kam bërë atëherë më ka dukur shumë gjë e lezetshme dhe tash që kam gati 20 vjet pa e hap, po e shikoj domethënë që është goxha interesante si ide. Kështu që edhe ju mund ta nisni që tani edhe kur të rriteni mund ta keni domethënë si variant herbariumin tuaj personal. Domethënë, cili çdo kohë do pasurohet me gjethe të lule të ndryshme. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Këta janë gjithë familja graminace ose grami ose bari i thjeshtë.